Dua t'ju bëj një pyetje, në emër një pyetje që në fakt ma dërgon Geraldo Durda, vllai një fëmije 6 vjeç të vrarë në Gërdec. Ai ju pyet: ish shefi shtabit të përgjithshëm, dënuar 5 vjet nga gjykata e apelit në Tiranë, si përgjegjës në tragjedin e Gërdecit, është tani azilant në Amerikë. Luan Hoxha, sipas një kablogrami të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raportoi për fshirjen e Gërdec të djalit të kryeministrit. Fakt ky që u mohua më pas. Si është e mundur që Shtetet e Bashkuar kanë pranuar kërkesën e tij për azil, pyet Geraldo Durda. Kjo nuk është vetëm e mundur, madje bën shumë sens nëse e shikon nga këndvështrimi i amerikanëve. Të gjithë njerëzit në pushtet kur Gërdeci shpërtheu, kërkuan që problemi të largohej. Ata nuk donin të bëjë një hetim serioz dhe nuk donin të zbuloheshin lidhjet me ministrin e mbrojtjes, djalin e kryeministrit dhe ndoshta edhe vetë kryeministrin. Brenda ambasadës amerikane në Tiranë, kishte më shumë se një sugjerim se zyrtarët amerikanë ishin në dieni të projektit të demilitarizimit në Gërdec dhe se çdo hetim për ta zbuluar atë do të rrezikonte marrëdhëniet nëpërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, pasi populli shqiptar do të merrte vesh se çfarë po ndodhte realisht. Dhe kështu kur shefi shtabit kërkoi azil, gjëja më evidente që mund të bënin Shtetet e Bashkuara, së bashku me qeverinë shqiptare, ishte ta pranonin kërkesën e tij dhe ta nxirrnin atë jashtë vendit. Unë e di që ai jeton këtu. Kam tentuar ta gjej, por pa sukses. Por edhe në qoftë se e gjej, nuk mendoj se do të fliste. Nga ajo që kam kuptuar dhe nga çfarë më kanë thënë burimet e mia, ai është shumë i friksuar nga pushtetarët me të cilët kishte lidhje, jo vetëm nga pushteti shqiptar, por edhe qeveria amerikane. Pra ajo që dua t'i them vllait të djalit është: faleminderit që e ke lexuar librin. Shpresoj të mund të bëjmë diçka për të zbuluar të vërtetën. Por realiteti është se si qeveria shqiptare ashtu edhe qeveria amerikane, të dyja ndajnë interesin për ta mbajtur atë sekret. Do doja të riktheheshim përsëri tek çështja për cilën ju kam pyetur shpesh, përfshirja e ambasadës amerikane në dosjen Gërdeci. Unë nuk e kam fuqinë për t'i detyruar njerëzit të flasin. Në Amerikë, ti i nxjerr njerëzit përpara një gjykate apo një trupi gjykues dhe i kërkon të thonë të vërtetën. Unë jam gazetar, por ajo që kam arritur të zbuloj është se ka pasur të paktën dyshime nga zyrtarë të lartë brenda ambasadës amerikane për zyrtarë të tjerë të lartë në ambasadë, të cilët ndoshta morën para për të mbyllur një sy, ndërsa në Gërdec vazhdonte aktiviteti. Mos harroni, në dukje kjo ngjante si një krim i parrezikshëm, se qeveria shqiptare ishte detyruar të hiqte qafe një sasi të madhe tepricash municione dhe armatime si kusht për të bashkuar në NATO. Fishekët do të çmontoheshin në Gërdec për të paketuar më pas dhe për të shitur në tregun global të skrapit për para. Pra dukej si një mënyrë për të nxjerrë ca para, por problemi është se duhej bërë në mënyrë të sigurt dhe ata nuk e bën. Kështu shumë njerëz vdiqën dhe ata e mbuluan. Është fare e thjeshtë. Pra pyetja është, a ishte qeveria amerikane apo ndonjë zyrtar i lidhur me qeverinë amerikane në dieni, apo edhe i përfshirë në atë që po ndodhte në Gërdec? Unë kam prova që tregojnë mundësinë e përfshirjes, por besoj se kjo kërkon një hetim të vërtet me fuqinë e qeverisë për ta zbuluar. A ishte i përfshirë drejt për drejt ambasadori Withers? Ai nuk pranoi të fliste për këtë në diktofon, sepse nuk dëshironte të ishte i përfshirë në ndonjë mënyrë në këtë libër, por mund t'ju them se nuk kam gjetur asgjë për të në kërkimin tim. Unë gjithashtu besoj dhe mendoj se është e drejtë të thuhet se ai ndjehej keq për atë që ndodhi në Gërdec dhe do të donte të ndihmonte Shqipërinë të çlirohej nga kjo kulturë korrupsioni. Kështu që nuk e shoh atë si dikë të përfshirë. Po kush ishte atëherë? Cilët ishin? Kryeministri i Shqipërisë dhe Ministri i Mbrojtjes. Kemi miliona dollar të zhdukur nga çmontimi një grumbull municionesh të tepërta. Kemi 26 civil të vrarë. Kemi një njeri, Kosta Trebickën, i cili tregoi të vërtetën pushtetit, që e çoi të vërtetën tek New York Times dhe më pas në Pentagon, e në fund tek Departamenti i Drejtësisë në Amerikë. Dhe asnjëri prej tyre nuk donte t'ia dinte për të vërtetën. Në fakt, kjo ju kthye atij. Pra ajo që dua të them është se struktura e korruptuar politike në Shqipëri, në bashkëpunim me qeverinë amerikane në lejimin e atij korrupsioni, bën që zyrtarët shqiptar nuk mbajtën përgjegjësi. Dhe individ të caktuar dolën nga kjo skem multimilion dollarëshe.
Po njerëzit e përfshirë nga ambasada amerikane, ata çfarë përfituan? I kam emrat, kam edhe dokumente dhe do të isha i lumtur t'ja tregoja dhe i jepja ato qeverisë shqiptare, në qoftë se do të bëje një hetim serioz për këtë çështje, dhe do të isha i lumtur të bashkëpunoja me ta. Siç doli pasi libri u botua, botuesi im tha qysh në fillim se ky material ishte shumë specifik për Shqipërinë për t'u publikuar, me emra specifik, dhe ishte e rrezikshme publikimi i tyre për shkak të procedurave federale këtu në Shtetet e Bashkuara. Pra konteksti në të cilin unë mund ta ndaj këtë informacion do të duhet ishte për një hetim serioz. Prandaj nuk mund t'i jap emrat. Gjithsesi, edhe po t'i jepja, nuk do t'ju ndihmoja. Çështja është se ka njerëz brenda qeverisë amerikane, të cilët ndjejnë se ka më shumë se një sjellje të dyshimt në lidhje me mënyrën dhe rendin në të cilën këto municione shiteshin dhe çmontoheshin. Si çdo mafje, duke sikur Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë po e bënte për përfitimin e vendit, ndërkohë që po e bënte për përfitime personale. Në fakt, unë e di që ju dinim shumë dhe do doja të dija edhe unë më shumë për ndikimin, për ndërhyrjen, për detajet që din nga ambasada amerikane dhe ambasadori Withers në Tiranë. Unë në fakt mund t'ju tregoj një histori. Ndodhi që një reporteri New York Times erdhi në Tiranë në vitin 2008, pasi Kosta Trebicka kishte folur për New York Times. Gazetari shkoi për të intervistuar ministrin e Mbrojtjes Mediu në Ministrinë e Mbrojtjes. Mediu mendoi se ky do të ishte një moment ku ai do të shfaqej në gazetën New York Times dhe mendoi se do të fliste për antarësimin e Shqipërisë në NATO e të tjerë. Ata filluan intervistën dhe gazetari menjëherë i tha se kishte dieni për lidhjen e tij me AEU, se ishte në dieni që fishekët bliheshin për 2 cent dhe shiteshin për 4 cent, dhe e pyeti se ku kishin shkuar ato miliona dollar nga diferenca e tyre. Ministri Mediu e pa çuditshëm. Bërtiti dhe ulëriti. E gjithë kjo është filmuar nga një kameraman i ri shqiptar që punonte në ministri. Atë natë Mediu kërkoi një takim me ambasadorin Withers. Ajo që ndodhi në atë takim është subjekti disa polemikave, por e sigurt është se ndodhi një gjë. Mediu urdhroi që të gjitha municionet e kalibrit të vogël AK-47 në aeroportin e Tiranës të zhvendoseshin, në mënyrë që kur gazetari New York Times të shkonte të nesërmen, të mos i gjente. Ato u zhvendosën gjatë gjithë natës dhe e dini se ku përfunduan? Në Gërdec, sepse Gërdeci ishte një vend ku mund të fshihej çdo gjë. Pra ky është një nga rastet ku mund të them se ambasadori Withers kishte dieni se ministri i Mbrojtjes në mënyrë aktive po përpiqej të mashtronte dhe të fshihte këtë gjë nga New York Times. Si gazetar nuk mendoj se është e përgjegjshme të nxjerrësh konkluzione kur nuk mund ta bësh dot. Por ka më shumë se një dyshim se brenda ambasadës kishte përfshirje. Në rast se ambasadori nuk merr masa specifike, kjo nuk do të thotë se ambasada nuk është në dieni për atë që po ndodh. Por ju dini më shumë se kaq. Ju i dini emrat. Pse nuk i thoni ato? Nuk po përpiqem t'ju mbaj larg nga kjo. Unë e di që ju doni emra, por kjo është më e komplikuar se kaq. Meiko ishte një kompani shqiptare armësh e cila shiste fishek për 2 cent në një kompani në Kipro, që i shiste këto municione, AK-47, për 4 cent se cilin fishek. Por ju e dini që bëj fjalë për qindra mijëra fishek. Atëherë çfarë ndodhi me diferencën mes 2 dhe 4 cent? Bëhet fjalë për miliona dollar dhe ato thjesht u zhdukën. Ky ishte një korrupsion i qartë brenda Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo është mbajtur fshehur dhe zyrtarët e përfshirë fituan imunitet. Populli i Gërdecit nuk ka marrë ende asnjë drejtësi dhe populli shqiptar nuk do ta marrë vesh se në çfarë lloj shoqërie po jeton, sepse zyrtarët, si brenda qeverisë Berishës edhe tani, me ç'duket brenda qeverisë Rama, nuk po thonë të vërtetën. Asgjë nuk fshihet dot për gjithmonë. Mendoni se faktet një ditë do dalin? Nevojitet guxim për t'i bërë ballë. Është e lehtë për mua si një gazetar në Amerikë që të jemi guximshëm, për të detyruar njerëzit të thonë të vërtetën. Por e di gjithashtu se për një gazetar shqiptar është shumë më e vështirë. Nëse shikoni rastin e Kosta Trebickës dhe vdekjes së tij në rrethana shumë të dyshimta në një aksident me makinë, i cili nuk është hetuar siç duhet, kuptoni se çfarë ndodh nëse përpiqesh të thuash të vërtetën dhe t'i bësh ballë tyre njerëzve. Pra mendoj se nevojitet pak diplomacie vërtet nga ana e qeverisë amerikane, për të folur jo vetëm për dëshirën e një qeverisjeje të hapur dhe të ndershme në Shqipëri, por për të bërë përgjegjës zyrtarët
Nevojitet diçka më shumë se sa vetë Edi Rama dhe njerëzit rreth tij. Erion Velia, i cili është kryebashkiaku i ri i Tiranës, para se të përfshihej në politik, ishte një aktivist. Dhe ai më tha një herë se dëshironte të kishte një hetim për këtë ngjarje dhe se ishte i angazhuar për këtë. Tani ai është në pushtet dhe unë sugjeroj që Vision Plus të shkojë dhe ta pyes. Pse nuk e hapur një hetim? Çfarë ka ndryshuar? Pse ajo që ndodhi në Gërdec nuk është më kuptim plot? Pse nuk kanë më rëndësi jetët e njerëzve? Nuk ka më rëndësi Kosta Trebicka? Po, mendoj që do ta bëjmë, por pse mendoni që nuk flet apo nuk vepron? Mendoj se pushteti të korrupton. Është e lehtë të flasësh për gjërat nga jashtë, por kur je brenda dhe shikon komplikimet dhe implikimet, ke frikë se ajo gjë mund të kthehet ty. Është e rrezikshme të kriminalizosh procesin politik. I bie që çdo herë që vjen një president ose kryeministër i ri, tjetri të futet në burg. Këto janë ato lloj situatash që i bën njerëzit të mos largohen nga pushteti. Është e vërtetë që duhet një lloj marrëveshjeje me klasën politike, por kur ka korrupsion të tillë dhe kur njerëz vriten, duhet gjithashtu të thuhet e vërteta. Prandaj dua të bëj thirrje Edi Ramës të lërë minjan frikën e krijimit të një kulture politike akmarrëse dhe të gjejë një mënyrë për të treguar të vërtetën. Kur e vërteta të dalë, atëherë njerëzit do të çlirohen dhe më e rëndësishmja, e ardhmja e tyre do të çlirohet. Unë kam qenë në Shqipëri gjatë luftës së Kosovës dhe e di se vendi ka vuajtur tmerrsisht në historinë e saj për shkak të një udhëheqjeje të dobët. Mendoj se vendin tuaj e pret një ardhmë e bukur përpara, nëse do të gjendet një mënyrë për të ndryshuar këtë kulturë politike në mënyrë domethënëse. A mund të më tregoni diçka në lidhje me politikanët shqiptar të përfshirë në çështjen e Gërdecit, emrat të cilëve keni hequr nga libri për shkak të mungesës së interesit të botuesit tuaj në Amerikë? Nuk është se nuk kishin interes, por ato ishin shumë specifike për Shqipërinë për të botuar. Besoj se më kuptoni. Gjithsesi, pjesa më e madhe e këtij informacioni lidhej me ministrin e mbrojtjes Mediu. Vajza e tij studionte në një shkollë në Teksas, ku taksa vjetore ishte $40,000, ndërkohë paga e ministrit ishte $20,000 në vit. Pra më thoni se si ishte e mundur. Ministri i mbrojtjes Mediu vinte gjithmonë në Shtetet e Bashkuara për mëngjesin e lutjeve, një lloj ceremonie ku republikanët, konservatorë dhe disa demokratë mblidheshin për të lutur për të ardhmen në botë, dhe Mediu hiqej si krishterë. Kur u takua një herë me ambasadorin Withers, ambasadori duke menduar se Mediu ishte i krishterë, i kërkoi atij të thoshte një lutje. Të gjithë zyrtarët shqiptar filluan të qeshnin, sepse në thelb ata luanin një lojë me politikanët amerikanë duke bërë gjëra për t'i kënaqur ata. Kjo tingëllon si një shaka, por duhet kuptoni se Shqipëria është kryesisht myslimane, është fuqimisht pro-amerikane dhe ka një situatë shumë të dobët ligjore. E pyes veten se deri ku shkojnë Shtetet e Bashkuara sa i përket regjistrimit të operacioneve të errta brenda Shqipërisë. Unë nuk e di nëse e vërteta do të dalë, por Shqipëria si një vend antare e NATO-s, si një vend që po përpiqet të jetë pjesë e Europës, pas mira vjetësh të qenit midis Europës dhe botës arabe, ka nevojë të krijojë rrugën e vet dhe të mos jetë frikacake në hijen e Amerikës. Gi, kam një pyetje personale. Si keni filluar të punoni me këtë rast? Si i morët ju informacionet e para? E di që një gazetar investigativ nuk i tregon kur burimet, po çfarë ndodhi, çfarë u ngacmoi? Jo, nuk mund të zbuloj burimet e mia, nuk do të ishte një ide e mirë. Por kuriozitet, po ju them diçka. Pash një histori në faqen e parë të New York Times, ku thuaj se 2 të rinj amerikan, sipas New York Times, kishin mashtruar Pentagonin me nënshkrimin e një kontrate të disa municioneve të vjetra dhe me cilësi të dobët për të furnizuar Afganistanin. Ngjante si një çmenduri dhe thash me vete, wow, të kenë mundur ta bëjnë vërtet. Ju them diçka, se si gazetar, sa herë diçka duket e pamundur, ajo është diçka që për mua përbën interes. I ndjek këto histori, duhet të jesh këmbgulës dhe nuk duhet pranosh jo si përgjigje. Kjo histori më mori disa vite punë, nuk është se vendosa një ditë ashtu kot, të mësoj më shumë për këtë histori. Mu desh gjithashtu kohë pasi isha skeptik, nga që ajo që zbulova ishte se New York Times, sipas mendimit tim, e kishte shkruar historinë gabim. Pentagoni nuk ishte budalla. Pentagoni e dinte se çfarë ishte duke bërë. Ai po blinte municionin më të dobët dhe më të lirë që mund të gjente.
Historia e vërtet këtu është se si Pentagoni ishte duke bërë një punë të shkëlqyer në Afganistan dhe Irak, dhe vite më vonë, të dyja këto luftra dolën të humbura. Kjo është tragjedia e kësaj, në një kornizë më të gjerë. Mund të duket e pazakontë, por në fakt, unë e kam për zemër Shqipërinë. Mendoj se është një vend interesant dhe i rëndësishëm, me një histori interesante dhe me premisa të mëdha. Kam kaluar një kohë të bukur në Shqipëri dhe mendoj se qytetarët e Shqipërisë janë të shkëlqyer. Prandaj, unë nuk e shoh pjesën e historisë shqiptare si diçka të vogël apo të parëndësishme. Si ndodhi që Pentagoni nënshkroi marrëveshje aq të rëndësishme me dy djema aq të rinj? Do t'ju jap një përgjigje të gjatë dhe një përgjigje të shkurtër. Përgjigjja e shkurtër është se kjo është koha e internetit. Ata nuk do ta fitonin kurrë nëse nuk do të ishte online. Pentagoni nuk e dinte se kush ishin këta djem. Ata ishin thjesht një kompani që kishin një faqe interneti dhe ofronin çmimet më të lira. Por një përgjigje më e gjatë do të ishte se qeveria e Shteteve të Bashkuara në thelb kërkonin një kontratë me çmimin më të ulët. Qeveria amerikane kërkonte të dërgonte këto armë në Irak dhe Afganistan, në këto vende që ata vetë i pushtuan, duke i ditur pasojat se çfarë do të ndodhte pas luftrave. Pra atyre nuk i bëhej vonë se me kë po e bënin kontratën, thjesht donin të mbaronin punë. Kur ke një qëndrim dhe plan të tillë, mund të përfundosh duke bërë gabime të mëdha. Askush nuk e provoi, përveç New York Times. Në fakt edhe qeveria amerikane pranon se nuk është e vërtetë që municionet nuk funksiononin. Ato funksiononin. Ky është çelësi i gjithë kësaj. Në fakt djemt ishin duke bërë një punë të mirë. Ishte gjithë pushteti rreth tyre, si Pentagoni, New York Times, Departamenti i Drejtësisë dhe qeveria shqiptare që i çoi në burg. Gjithë këto pushtete kaluan panik dhe donin dikë për të fajsuar, dhe kështu fajsuan djemt. Djemt nuk kishin asnjë fuqi, nuk kishin zyrë, nuk kishin autoritetin. Kështu përfunduan duke marrë ata fajin. Në mënyrë të çuditshme, historia është pikërisht e kundërta e asaj që është portretizuar. Kjo është një histori shumë e çuditshme dhe unë shpresoj që njerëzit ta lexojnë librin. Unë shpresoj që njerëzit përpiqen të detyrojnë njerëzit si Erion Veliaj dhe Edi Rama të mbajnë fjalën e tyre dhe të mbështesin viktimat e gërdecit. Mos e prisni nga jashtë ndihmën, sepse Hollywoodi do të nxjerrë këtë filmin, që është një komedi e zezë. Por Hollywoodit nuk i bëhet vonë shumë për historinë e vërtetë. Sinqerisht, as New York Timesit nuk i bëhet vonë. Janë njerëzit si unë dhe ti që e duam gërdecin. Prandaj duhet të ushtrojmë më shumë presion që e vërteta të dalë.